33.000 euro. Pra, ndodhemi në Sfillej, kemi ardhë dhe është shansi më i mirë për të gjithë biznesmenat strategjik. Kemi me sipërfaqe 16 lymë tokë, ose 16.000 m2 me pamje nga deti, me pamje nga Italia, me pamje nga Sfilleja. Katuni është direkt gjithë kjo që ju po shikoni. Tani, 33.000 euro, pra flasim për 16.000 metra tokë, e cila këtu mund të bosh një fshat turistik. Pra, mund të organizosh një fshat turistik. Lejet janë për 2 kace, pra 8 metra lartësi. Ju që dorin të investori, ju që dorin të boni një fshat turistik, flasim për 33.000 euro për çdo dy lymë. Është super okazion apo jo, Gjon? Super okazion. 33 euro metri. Ti duhet të investosh i sigurt, shikoje ku është pamja, është pamje mballëstore. Kjo tokë është me rrugë, pra e ka rrugën me dokumenta. Jemi super okazion, duhet të investosh i sigurt. Kodër Sfillej. Tani, ndodhemi si që thomë në Sfillej, Kodër. Lagësia nga deti bëhet fjalë rreth 2 kilometra. Kështu që 16.000 metra tokë. Investimi i sigurt, rrugën e kemi, pamjen e kemi, me pamje nga Italia, me dokumenta, apo jo, Gjon? S'te gjam me dokumenta. Tashi, unë të marrë videon, do flasë dhe Gjoni vapër dhe veta. Super pamje. Investorit sigurt, 33.000 euro për 2 lymë. Pra, si që thellë ofrimi që janë 16.000 m2 tokë. Është tokar, ka leje ndërtimi për 2-4, 8 metra nga toka, që lejon 6.000 metra ndërtim gjithë superfaqen. I këto është Kodër. Pra, gjithë toka është me smim 528.000 euro. Pra, 528.000 euro, Gjon, no? Dhe super pamje. Super okazion. Super okazion në 33.000 euro dëlymi. Shikoni pak, mund të investoni me të vërtet sigurt, sepse pamja është fantastike. Gjithë vila. Tu ndërtojnë do vila, hotele. Me Kodër, si e keni Kodër, Rafsh Kodër, që... Rafsh po me bandërtim. Tu kemi... Kjo toka është e jona që do të ashesim ne. 6.000 metra është Rafsh. Se lejon 6.000 metra në ndërtim. Presim investitor strategjik. Serios, vetëm serios. Sepse ka dalë moda që gjithë investitorët strategjik bëjmë fshatër, apo jo, Gjon? Bëjmë fshatër turistik, po. Zhvillojnë vendin. Teshi toka është dirë e tje matan, pashku të vila atje, ja ka hoteli. Pashku kjo hoteli, tu kemi edhe 8 dylim tjera këtu poshtë. Lidhen gjitha me rrugën. Rruga është në krahin e majt, është gjithë toka lidhet me rrugën. Mundësi vilash, mundësi ndërtimi, gjithë kjo fush, afrim. Po me 300 gatë, ari pasër, Kodër. Tu të ndërtosh disa vila për hotele, vjen super fare. Ju përshëndesim. Respekt e shpërndani këtë video, sepse 33.000 euro për 2 lymë, është super okazion. Kjo do jetë pamja për vilat që do ndërtohen këtu. Ju presim.